Po ti e ke pa nanën tënde Turin? E kujtoj unë kur ka lind vllai I fundit, e kujtoj linjen e sepse erdhi një grue e kushrinit tim, e vjetër ajo, e vjetër se nana jeme, ka ardhur dhe ka anit aty, atë natë, është kryer lindja, jo se e kemi pa nëse. Sigurisht, po. Por kryer lindja në kushte Të vështira. në banjo. Sepse kulla ime ka pas shtëpi që s'kishin edhe banjo, kishin banjon jashtë me terrasa, po shtëpia ime ka qenë kull, e vjetër edhe ka pas banjon Po, mrena. a kishit frikë se nona humbte gjak? Se lindjet s'janë? Po tani ajo e frikshme pa tjetër që po nuk ishte ajo kulturë. Për të ku kanë qenë bon linjet. Sa fëmijë donte baba? Aj sa boni? Sa shpreh me herë, po mjaftushëm ka, besoj se ka qenë I kënaqur. Vërtet, kë ka pas pikë të dobët nga ju? Se më the, ishit sa vlezër? 6 vlezër dhe edhe një motër. Kë ka pas pikë dobët? Po tani, ma ka ana për të thënë që duke qenë se unë kam një vazhdimisht Me të? afër. Po. Edhe kam pas interesim. Se gjithkush smuret, do shkojë në spital, ka nevojë për ilaç, ka nevojë. Jam marrë vazhdimisht me këtë problem të babes. I nimoja edhe në punët e shtëpisë, gjëra kështu. Edhe për këtë arsye, sepse fëmijët janë një lloj për prindin. Po ndoshta më kishte pikë më dobët, nga kjo arsye, sepse Ti sa vite që? Si fëmijë? I madhi apo? Jo, I treti. I treti, ja? Unë jam I treti. Po diferencë, keni pas shumë diferencë moshë? Kemi pak diferencë, sidomos 3 vëllezërit e parë. Po. Nga 1 vit e gjysmë në mes njëri tjetrit. Oh, sa shpejt. Ju që keni rritë si shok. Po. Si binjak. Masa ne me një farë shputje më të Pak më të madhe. Të tjertë më afër. Emrat si keni pas? Tani Tipik zonës. tipik të zonës. Ti zef. Po, vllai madh Gjin. Gjin. Ata shëgua emrin e gjyshit. E gjyshit, po. Vllai dytë Bardhok. Bardhok. Quajna, nuk kemi pas. Nga Bardhok Biba? Jo, veç tani u vete ka qenë kur ka lind edhe vazhdimisht. Edhe sot që është. Ka qenë I bardhë në fytyrë. Në fytyrë. Edhe ja vizni në emrin Bardhok. Bardhok. Tjetër? Mos ai unë I Ke qenë ti Zef? Po. Luigi, Luigi. vllajn pas meje, kam një motër, Flora. Flora. Një emër shumë I përdorë në fakt, në Flora. Po, Flora. Është në Greqi kjo me fëmijët e me shumë. Edhe mas Florës vjen është një emër I veçantë, Nol. Nol? Noli. Wow. Nol Doda. Pse Nol? Shumë emër I bukur në fakt. Po, shumë I bukur, Jashtë po masa. shiko që anodhi. Shkon baba për ta regjistruar në gjenit civile. Po. Edhe donte me ja ngjit emrin Nue. Nue për të trashëguar emrin e agjës vet. Mirë, por në atë kohë këto emrat që në fshin nga lista nuk u pranoshën. Nuk u pranon të mëndue? Jo. Okej. Edhe po aty në gjenë, si t'ja gjithë, e kishte blin ideja. Nol, pra, hajde për t'ja përngja pak. Nol. Wow, sa I veçan. Ja, shiko, kush do me u frymëzun qik për në emër fëmije, mund t'jetë Nol. Kush ka pas më shumë autoritet në shtëpi? Ka pas nëna autoritetin e saj në shtëpi? Shiko, di me thënë që për atë kohë ne jemi rrit fëmijë shumë të lirë. Nuk kemi pas në një... Unë nuk kujtoj të më ketë ra. Nana as baba. Vërtet? Jo. Jo. Ishmi shumë të lirë, shumë të... Këto ishen edhe në punë, vazhdimisht. Baba në punë, nana në punë, ne ishmi krejt jashta. Nuk është që mund të them për lloj autoriteti, jo, po nanën kishmi më në hadër, si e thonë, si gjithë fëmijët. Si gjithë fëmijët, gjithmonë. Sepse nana të lante rrobat, pyesje? të pastronte, të lante, të shqipte rrobat,
Ti e ke pasur lidhjen e fortë me nënën? Po. Po, kam pas edhe e kam. E ke akoma. Po, gjithë.